cilat i kemi eksportuar. Po, nashta Anglia nuk ka fitu kupën e botës për vitit 66. Po. Por ato që e ka dhonë Anglia botës me futbol, do më thonë Anglia është lokomotiva kryesore e futbolit botnor. E ka ligën më të mirë në botë, i ka klubet me trofej mas shumë të në botë, edhe muj me thonë që kjo është një fitore e veçantë, pavarësisht se nuk ka fitu, do më thonë, kupën e botës, apo trofejon evropian një kohë gjatë, nuk mujna me ikti fakti që është, do më thonë... Ka qënë frymëzim për që... Frymëzim edhe mënyra organizimit në ndeshjeve, kam punu shumë krejt bota, mund me mësu për Anglisë. Na i kemi kamermanët tonë që shkojnë shkollohen në Angli, sepse Anglesët mas mirë t'i transmitojnë ndeshjet. Unë po ashtu knaqën ato e pa dhe Ligën e Skocisë, sidomos derbin. Unë kësha pas dëshirë me ditë se ambasadori me cëllën skuadrë bën tifa, se i kemi 2 skuadra të mëdhaja atje. Yeah. Unë jam 110% me Glasgow Celtic. Familja ime është me Glasgow Celtic. Me Celticun, tizet, dajalart, vëllezërit, një përit mbesa, të gjithë. E gjithë familja është me Celticun. Është një derbi që e karakterizon futbolin skocez. Është një derbi që e shikon e gjithë bota. Është një shfaqje e veçantë, pavarësisht historisë të derbit edhe si ka rrjedh gjanat, ata që mirën me futboll edhe e din, por pavarësisht kësaj, ai rivaliteti që kanë këto 2 skuadra mes veti. Ekipet forta. Shumë ekipet forta. Ai rivaliteti që kanë që shumë vjet e bën ja jep një sharm të veçantë këtij derbit edhe përcjellet në gjithë botën. Do me thonë edhe dikush ndoshta që më herët nuk ka përcjell futboll, kur është një derbi I tillë, gati shikohet në gjithë botën, sepse me të vërtetë është një shfaqje fantastike. Këtë vit fitoi ekipi juaj I zemrës në Skoci? Ky bën tifo për 2 ekipë.